Fitoria e mandatit të 4 nga Edi Rama duket se po jep efektet e veta. Me 3 mandate, aroganca e tij ka arritur kulmin, teksa me fitoren e radhës duket se bablokut i duket vetja i plot fuqishëm. Para zgjedhjeve e shmangu çështjen e drejtësisë, nga frika se do të humbiste vota, por tani duket se Rama ka nisur një tjetër luftë me gjyqësorin. Një ditë më parë sulmoi gjyqtarët që kërkojnë rritje pagash dhe po ashtu siluroi kushtetuesen, e cila me një vendim të mëhershëm pranoi një kërkesë të tillë. Sot kushtetuesja ju kthye ashpër kryeministrit, por duket se kreu i qeverisë ka hapur një tjetër front lufte. Ai ka sulmuar edhe gjykatën e Tiranës. Kjo e fundit dha sot kundër tij një vendim lidhur me një padi që Rama kishte bërë ndaj Bashës për shpifje. Gjykata e rrëzoi kreun e ekzekutivit dhe kjo ka bërë që Rama të reagojë me mesazhe goditëse, duke dëshmuar qartë se në këtë mandat do të ketë një betejë të fortë mes gjyqësorit dhe ekzekutivit. Madje Rama ka shkuar deri aty, sa ka kërkuar nga KLG apo ILD që të marrin masa dhe të fusin në filtra gjyqtarët. Reagimi i plot. Gjykata e shkallës së parë Tiranë sot ka hedhur poshtë padin time për shpifje ndaj Lulit në vitin 2018, për të cilën gjykatëses janë dashur 7 vjet që të dalë në konkluzionin se unë si paditës s'kam pësuar ndonjë dëm, pasi edhe aktualisht mbaj detyrën e kryeministrit. Pra shpifja e Lulit nuk ka ndikuar në perceptimin ndaj meje në publik. Pra sipas gjykatëses, Luli s'ka shpifur përderisa shpifja e tij më ka larguar mua dot nga detyra. Tani që ky arsyetim nuk ka dalë nga ndonjë libër humoristik, po nga gjykata, dhe që arsyetuesi është autori i ushtarit të mirë zhvjek, po një gjykatë që paguhet më shumë se sa një mësuese apo një mjeke nga taksat e shqiptarëve. Ky është një fakt për të qarë as pak për të qeshur. Kur mendon pastaj që edhe kjo gjykatëse i përket Unionit që kërkon rritje page 700 euro nga gjykata kushtetuese, qarja bëhet vajtim, ndërsa po të shtosh pastaj kësaj ngjarjeje satirike gjyqësore, dyshimin përse si mund t'i vej hallit të drejtës së njerëzve për çështje më të rëndësishme në duart e një gjykatëseje të tillë, atëherë të vjen të pyesësh, a do të zgjohet nga gjumi qeveria e gjyqësorit, me këshilltarët e inspektorit të lartë dhe qindra punonjësit të administratës së saj aq të mirë paguar, për t'i kaluar në filtrin e përgjegjësisë së lartë publike bëmat dhe gjëmat me të cilat përballet e drejta e njerëzve të zakonshëm në sallat e gjyqeve. Dhe të kuptohemi mirë, halli nuk është se çfarë bëri një gjykatëse me një çështje për shpifje, aq më tepër kur shpifsi në fjalë se marrin më seriozisht as këpucët pa lidhse që vesh. Këtu halli është se si do u vej hallit çështjeve shumë më të rëndësishme të njerëzve që varen nga mendja e gjykatëses në fjalë apo të tjerëve si ajo, të cilët e kanë nivelin logjik nën kapacitetin e një 12 vjeçari.